Mirë që qenë kanë korrigjuar, sepse do nëse kemi shitur. Ndriçimi publik nuk shitet, por është dhënë, më thënë, menaxhimi në koncesion partnerit privat, bazuar në një studim fizibiliteti, bazuar në regulativën ligjore dhe bazuar në interesin e qytetarëve. Ne kemi përmendur që në të kaluarën derisa ndriçimi publik menaxhohej nga komuna, në çdo vit komuna duhet të plotësoj pagesën e faturave të energjisë elektrike që harxojnë nga ndriçimi publik me diku rreth 200.000 euro në vit, dhe sot përderisa ky menaxhohet nga privati, në çdo vit komuna ka të hyra diku rreth 200.000 euro mjete të cilat shkojnë në zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik. Përderisa deri dje gjithme Tetova ishte në terr, sot nuk ka rrugë dhe rrugicë Tetova që nuk ka ndriçim publik, dhe me këtë projekt ne po vazhdojmë në zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik. Çfarë do që të kenë në që më thonë informat se diçka është bërë në kundërshtim me ligjin, ashtu si e kanë pasur në të kaluarën, e kanë edhe më tutje mundësinë që këtë ta denoncojnë në organet e drejtësisë, dhe sigurisht që do të marrin përgjigje nga ata.